ka cënim të sigurisë juridike të pronësisë, kalimi i pronësisë në bazën e posedimit faktik, është bërim konfliktesh në këto zona. Sot ne si Këshill na kërkohet të miratojmë një listë poseduesish jo pronar. Duhet të shtreh disa pyetje. A ka bashkia një plan vendor zhvillimi për këto zona që bëhet fjalë? Apo krijon ky ligj një pabarazi midis investitorëve duke cënuar konkurrencën e lirë? Pasi kemi të bëjmë me përjashtime nga TVSH-ja, tati fitimi, taks prone, taks ndërtimi në infrastrukturë për 10 vite për këto që po marrin këto pronësi, ndërkohë që ato që kanë pronësi investitorët e tjerë nuk kanë përfitim. Çfarë ndikimi mjedisor do të ketë këto projekte pasi një pjesë e mirë e tyre është pyll? Duhet të di cili ka qenë roli i komisionit dhe çfarë ka bërë për të vërtetuar se secili person është posedues i secilës sipërfaqe të kërkuar dhe nuk ka një tjetër posedues. Gjithashtu, një pyetje për sa i përket planit të relevimit që na është paraqit. A është bërë ky plan relevimi nga një topograf i licencuar, sepse kur kërkohet të bëhet një certifikat pronësie, gjithmonë kërkohet që ky plan relevimi të bëhet nga topograf të licencuar. Plani përgjithshëm vendor aktual, si edhe rishikimi i planit që ju keni pru, që keni bërë një dëgjesë, dhe nuk ka pas asnjë njoftim në rrjetet sociale për të dëgjesa që bani për planin, megjithëse është një dokument shumë i rëndësishëm që përcakton fatet dhe mund të themi të ardhmen e zhvillimit të bashkisë. Thjesht postoni nga 3 foto për të ngul një gosht, ndërkohë për planin e përgjithshëm vendor nuk postoni asnjë lajmëri, por kjo është diskutim tjetër, do të vinë atë. A ka mund të fiksuar atë që zonja Duhani të flasë. Jo fare, lutem shumë kryetar gjithkusht ka vetëm me diskutuar. A keni vetë të shkruajmë zotnia? çka ke qenë për të? Po patjetër që po kush jeti më ndërhy? Lënë më ta kryejmë. Po jo kryetar, lutem të shtej. Po pra, po a kena a mundë na kush nuk e pëlqen planin jashtë? Mos ta kemi diskutimin. Atëherë, për sa i përket lutem zonja Duhani, më lën ta marrë dhe mund të vazhdosh mbrapa, patjetër. Për sa i përket planit përgjithshëm vendor, plani përgjithshëm vendor si aktuali, si rishikuari propozon parametra zhvillimit 0, si intensitet, si KSHT, si KSHT, koeficient të shfrytëzimit të tokës. Të lutem zotin anë kryetar ta marrë dhe pastaj flasim. Okej? E trajtuar paketa e maleve në kuadër të bashkisë Shkodër, them që 100% e zonave me të shpallura me prioritet zhvillimin e turizmit malor është 100% në zonat e mbrojtura. Është park kombëtar. Pra, ka një përplasje ligjore për sa i përket këtyre zonave, sepse janë zona të shpallura park kombëtar. Që nga mbrojtja e tij dhe s'ka se si ne t'japim një mënyrë zhvillimit vetëm nëpërmjet planit përgjithshëm vendor, ajo është rruga e vetme që mund të zhvillohet. Dhe ju po thoni që kemi planin, mirë po plani nuk e parashikon, ndërkohë plani është vizioni që ju përcaktoni për qytetin tuaj, ndërkohë që ju keni një ligj që kompromenton si këtë vizion dhe si këtë zhvillim që ju do të tentoni me bë. Tash ju i bini nesh pra dy instrumenteve ligjore, planit dhe paketës maleve. Atëherë, s'ka marrë, përplasje tjera që kanë rastet konkrete. Rastet konkrete, pra janë prona të patjetërsueshme. Pse janë prona të patjetërsueshme? Sepse ligjin për sa i përket pra rasteve konkrete janë të gjitha në kufitare me lumejt. 4 nga 6 rastet janë kufitare me lumejt. Dhe kjo është automatikisht kompetencë e ligjit për sa i përket menaxhimit integruar turave dhe për sa i përket ligjit mbi pronësitë publike, sepse ligji mbi pronësitë publike thotë që çdo breg i një trupi ujor
është në pronësi të shtetit shqiptar dhe pronësi publike dhe është e pa tjetërsueshme. Pra, në këtë rast ju minimalisht nuk keni një balancë ligjore dhe nuk dini se cili ligj në fakt t'i referoheni, sepse ligjet janë në përplasje me njëri tjetrin. Faleminderit. Me këtë vendim për posedim prone, unë kishë dasht, ala nuk jam e qartë si është verifiku që këta persona realisht, historikisht, tradicionalisht janë posedus dhe nuk janë, dhe më thonë, çështje interesash turistika, ku di unë se qa. Kja pyetja parë. Pyetja dytë e jemi është pse qeveria nuk ka marru ala regjistrimin dhe kërsimin përfundimtar në të zona dhe mandej ishte marrë me posedimin e pronave tjera. Një tjetër, kush na garanton ne që nuk krijohen konflikte të reja juridike në zonën e thetit. Dhe e fundit që kisha dashur përgjigje është a ka bashkia kapacitete reale me monitoru këto sipërfaqe në të ardhmen. Sepse dikush thot edhe gjyshi jem ka pas angrajat atje, ose ka pas një zonë pyjore, a mjafton kja? Kja është ajo pyetja që unë kam, dhe jo për ju, po në përgjithësi për bashkinë. Dhe sa jena të zot në nesër, në kjo se ka me pas një vendosje, sa jena të zot në nesër, në kjo se kena të nëzit disa konflikte të reja, të e di që thejte është një zonë shumë e nxehtë, dhe pikrisht të ashim mori vëmendje dhe ma shumë për i turizmit. Kryetar, përshëndetje gjithëve. Unë nuk po e kuptoj sinqerisht këtë zellin me mbrojt këta 6 banorë që po pretendoken se janë pronart trashëgimtar, e në fakt vjet kur na këtu bëme luftën për prishjen e ndërtimeve të banorëve autokton, nuk u llit. Përkundërzi, i dol zot aksionit, pavarësisht në rrethanat se si u bë. Sot na keni bë mbrojtësit e këtyne 6 familjeve, banorëve të thethit, që ju vetë nuk po dini me i dhanë shpjegim, a janë dhe nas po marrim vesh, a janë apo s'janë me të vërtet, trashëgimtar të këtyne pronave. Na vjen me gjithë respektin zoti Kopsaj, jo thot, po ma mirë se din kryetari i fshatit dhe administratori, e pare herë kryetari i fshatit nuk ka zgjallë me vota, është e mru. Edhe administratori është e mru. Dhe të dy bajnë se ti thojnë kryetari i bashkisë. Kështu që qysh me këtë pretendim që keni ju, vjen poshtë. Bini një proces verbal, po mirë këto proces verbalet ju që jeni kaq të rregullt, këto proces verbalet, pse si keni vu këto me i bashkangjit projekt vendimi që na keni pru. Po vjen sot zoti Kopsaj edhe i paraqet kryetares grupit, shefe se si është. Edhe aty një firmë thot aja, një njëri ka firmos. Dhe e bani të ligjërum ju këtë. Po pse vetëm këta 6 familjet në pas kanë probleme me pronat atje? Po pse nuk jeni qu ju që keni kaq dashamirës me i kthy pronën thethjanëve? Pse nuk jeni qu edhe për këta tjerë? Por sot na keni bërë se sot i intereson qeverisë edhe i intereson kryetarit bashkisë. Sot të shti, po na dalin mbrojtje edhe të rjollit, që na patjetër që kena fol, po kena fol në diskutimet e lira kur tonë të tjerë kanë ikë. Dhe nuk e kam një. Dhe sot vine na thojnë se s'keni fol për rjollin. Ju pse nuk najt kur fol me na për rjollin. Me i dalë zot njësho si kena fol na. A shkollaj me ba këtu edhe me disinformu njerëzit që na shohin. Vini sot na bani mbrojtësin e thetjanëve. Ju që doni me shtetizun faktokat dhe mi avon njerëzve që i njihni apo keni interesat me ta. Ne nuk e dim, për diri sa ju vini e thoni. Ata që kanë pretendime, atjerë bin poshtë, po çfarë punet ka po komisioni? Me që pas ka vend për me pas kontestime. Qa pas keni verifiku ju? Absolutisht që unë jam kundër këtij vendimit, bini letrat për gjithë, me kanë transparent edhe për planin e zhvillimit atje, jo më ardhë këtu dhe s'dini as qa flitni, nuk dini as me emrojt qa kini pru. Jo se nuk bëhen pronar, por automatikisht kalojnë pronar, sepse ju vetë thoni, po na ti njohim pronën trashëgimtarve. Qa flitni anra dhe na thoni, ja ma se merrni ju kaq, se nuk ashtë këshu ma se komplikoni
E kuptoni se bëhet fjalë për pronë? E kuptoni se bëhet fjalë për pronë? Që për pronë ju e dini shumë mirë që bëhet atje, nëse i tjetërsohet prona dhe jepet dikuj tjetër. Këtë mkat, na nuk e marrë një shpinë. Manje ju, votonje, por kur të bini letrat në rregull, atëherë edhe mund ta shohim këtë mundësi. 3 nga 6 raste është njësia strukturore SHA 039N, aktualisht flas, i përket sistemit natyror, dhe kategoria e parë është bujqësi, kategoria e dytë e përdorimit toks është natyrore. Lartësia në kate 0, lartësia në metra 0, intensitet zhvillimit i parë 0, intensitet zhvillimit i dytë 0, KSHT e parë 0, KSHT e dytë 0. Unë nuk gaboj ndonjëherë me saktësi, sidomos me planet e përgjithshme vendore. Pra, ajo qa po ndodh është që në një anë ju keni një vizion, çfarë do lloj vizionit është i parashikuar në planin e përgjithshëm vendor, nga ana tjetër keni paketen e maleve që në fakt bien mesh me planin. Dhe në këtë rast zgjidhni cilin doni me zhvillu, ose planin, ose paketen e maleve. Të dyja nuk mund të jenë në një vend. Dhe unë e kuptoj dyzimin, sepse ky ligj në themel është një ligj antikushtetues. Ka përplasje me ligjin e zonave të mbrojtura, ka përplasje me ligjin për menaxhimin e integruar të ujrave dhe ka përplasje me ligjin për sa i përket pronësisë shtetërore, pronave shtetërore. Janë 3 ligje të cilat ka përplasje direkte për sa i përket kësaj. Dhe nga njëra anë unë e mirë kuptoj mundësinë për t'i dhënë një zgjidhje pronarëve të thethit, zonave të thethit, por kjo zgjidhje duhet vinë patjetër nëpërmjet mënyrës së zhvillimit të planit përgjithshëm vendor, duke i dhënë mundësinë me zhvillu pronat e tyre dhe duke i dhënë mundësinë me certifiku pronat e tyre. Keni filluar një proces, pse si futni, pse vazhdoni ose pse nuk kërkoni nga qeveria që këto prona të regjistrohen në emër të pranarëve të thethit. E keni filluar procesin, keni bërë propagandë për këtë punë, për me fillu procesin e regjistrimit pronave lart e poshtë, ndërkohë nuk na rezulto ka kështu, na rezulto ka ndrysh. Dhe doni me pa një projekt spin-off komplet nga ana tjetër, e cila komplementon vizionin si të zonës, naturalitetin e zonës, apo edhe vizionin që ka bashkia për thethin. Kjo do t'ju kthehet në bumerang. I keni prej në besë i herë banorët e thethit, në qoftë se doni mi prej në besë, vazhdoni. Por, ka edhe një por. Ne, si këshill, nuk mund marrim një barë për të cilën mund të jemi shkaktar të një problemit tjetër. Ne, si shtet, kena dështu 32 vjet me ligjeru pronat atyre njerëzve. I kena hin hak, një mënyrë ose tjetër. Por, në një proces komplet formal, nuk mund të mbajmë ne barën për një të ardhme që nuk e dim se si ashtë. Dhe kja është shumë e rëndë. Faleminderit. Këshilli Bashkiak nuk duhet të vihet përpara një vendimarrje të pjesshme, kur miraton vetëm listën e të pranuarve pa pasur të plot panoramën e aplikimeve, refuzimeve, arsyetimeve dhe njoftimeve përkatëse. Përfundimisht, propozoj që projekt vendimit të mos miratohet në këtë formë dhe t'i kthehet administratës për plotësim me listën e plot pra duke na sjell, listën e plot të gjithë aplikuesve, listën e subjekteve të pranuara dhe të papranuara, arsyeën konkrete të mos vijimit të procedurës për çdo subjekt, referencën ligjore të saktë për secilin rast, dokumentacionin e ASHK-s dhe ATP-s për çdo pasuri, proces verbalet e verifikimit në terren, provën e njoftimit individual të subjekteve të papranuara, sqarimin nëse ka pasur raste ku mund të vijojë procedura pjesërisht. Ky ligj duhet të jetë instrument zgjidhje, jo pengesë re burokratike. Duhet të ndihmoj, duhet po jo. Atëherë, kjo është një procedurë shumë e rëndësishme dhe nuk mundesh me e kalu kështu hajtë se kalojnë se lezitë se kena me dalë me pi kafe, apo cappuccino, apo birë. Mira është që të respektojmë fjalën e gjithë secilit, i dëgjume, gjitha këto argumente, jo, dhe për respekt të kolegëve,
unë nuk i ndërhyj asnjë kolegut kur është duke fol, edhe kërkoj të njëjtën gjë edhe për tjerë. Prandaj vendimarrja e Këshillit Bashkiak duhet të jetë e plotë, arsyetuar, transparente dhe e barabartë për të gjithë, që t'i zgjidhim problemat aty në banorëve, por mos ja zgjidhim një pjesë dhe duke lënë pjesën tjetër pa zgjidhur. Kjo është fryma e ligjit. Faleminderit. Ideja, ligji, paketa e maleve është me dhënë mundësinë me investu qytetarë në ato toka, në ato prona, ku nuk kanë asnjë mundësi me bërë dokumentacionin e pronë. Se ti e dim shumë mirë diskutuar edhe gjatë komisioneve, nëse toka ka 7501 apo 2020, ai ka mundësi për me marrë certifikatin e punësisë. Dhe ka forma tjera ku mundit me investu. Me lejen e ndërtimit, me këtë rast ne kena bërë dhe ndryshimin në planin e përgjithshëm, e kena diskutuar edhe me arkitektin që mos ketë një vendosje për statusin juridik. Por, arsyeja pse janë përjashtuar një pjesë të aplikimeve, sepse sipas statusit juridik janë prona që figurojnë toka ar ose tru. Se për shkak të legalizimeve që janë bërë para një viti të mëtër, janë marrë afërsisht 200 sa tabia. Ka pasur raste ku kanë aplikuar të prona tyne, ku kanë marrë dhe tapinë, por ekziston tru, edhe një sipërfaqe tru. Dhe sipas ligjit, ky ligj nuk i trajton, Ju lutem nëse është e fundit, do të afroni ne ligjit sepse nuk ka rezultat e një Abstenim. Ministre de shprehje interesi totalisht në Bashkimin e Shkodrës janë afërsisht 70 shprehje interesi, 700 shprehje interesi, vetëm ka pasur 200 aplikime. Në vanta sqarojmë se shfaqja e Abstenim. Ministre de tre vota pro, një kashkëqen për mund të inicijuar projektin e numër 2 për mjatën e studentëve që përfundon të linjën si kusht. I ka hedhur diskutimi e shkëmbimit të ditës dhe një kërkesë për shtesën e të ditës, projekti i ndryshimit në RTP numër 25 për akordimin e ndryshimit financiar për familjen e shpesa avanca, banesat e cilës është dëmtuar nga shteti. Në përshëndetje. Në kundërshtim me rregullore, sa i takon njoftimit të saj, sqaroj se ne jemi 42 Ne nuk kemi ndonjë informacion që kjo është mbledhje e jashtëzakonshme, sepse vetëm mbledhja e Këshillit Bashkiak. Mbledhja kësaj njëftimi është krejtësisht pra e që kemi që nuk e di ka një. Edhe në këtë rast edhe mund t'i bani, mund t'i quani si mbledhje të jashtëzakonshme. Nëse ne kemi në këtë rast një mbledhje të jashtëzakonshme që duhet një njoftim të tillë ka që shumë përpara, ndërsa mos e di mua akademi i mandatit të kësaj të këshillit, që thoni, është në kundërshtim me ligjin. Pra i vjen në shkëlqje. Dhe i kanë citu 2 herë, për cilë për një të preju, por në drejtë në vitin 2015,
Funksionin që bashkëpunimit të shtetit, thuhet nga përmbledhja e Këshillit të Sekretarit të saj, njoftimin për mandatën e mbledhjes orën me drejtës. Pra, ligji nuk përcakton as ditë punës as ditë kalendarit. Ndërsa ligji e tij përjashtohet dita kur ka ndodhur ngjarja, nga e cila fillon me afati. Dhe 4 të shtunat, të djelat, të ditë të festat zyrtare, i bie e shtunë ose e djetë, ose një ditë festë zyrtare, afati marrën një ditë në punës që kanë pasur. Në këtë rast, dhe për këtë shërbim rregullore, pikërisht pra, situatat për këtë sepse për ndryshe, pastaj ne zbatojmë drejt për drejt, ato të cilat nuk janë parashikuar me ligj, rregull pra, vetë ajo që ju lexuat thotë si akte të tjera, siç është akti i imazhit që është rregullore. Pra, thotë si rregull është jo më pak si pjesë kalendari përcaktuar se kjo është roli i rregullores. Patjetër Përcaktuar atëherë. Unë po citoj edhe një herë kodin e procedurës administrative që i referohet çdo institucioni. Lloja pra shikon ndryshe. Kur afati caktohet me ditë, në llogaritjen e tij përjashtohet dita kur ka ndodhur ngjarje, nga e cila qëllimi dhe kozjatjen e afateve. Kur dita e fundit një afati bie shtunë, e dihet ose i dihet zyrtare, afati mbaron. Dhe kjo procedura administrative funksionon kur nuk ka një rregullim specifik. Pra, nuk ka një sepse ligji parashikon prezencën e kryetarit të Këshillit Bashkiak për rregullimin e bledhjes, por një pares inter pares bie ndesh me ligjin, duhet kishit iniciuar për shfuqizimin e kësaj pike të rregullores, jo me interpretime të njëanshme tuaja. Jo, absolutisht. Po, absolutisht. Këshilli Bashkiak i vendos para faktit kryer 15 anëtar të tjerë, sepse e interpreton i vetë si Nuk mund dalin mi ligjin dhe nëse ka një net rregullore që tet me ligjin, silleni ta shfuqizojmë. Raporto me anëtar të tjerë, sepse ju jeni një anëtar si gjithë të tjerë, nuk mundesh me artik këtu me interpretuar ligjin si të ti. Po si do të partija që u spave vetëm i ligjin, unë mos vëtoj ligjin. Jo, nuk e respektoj. Po, respektoj ligjin. Ligji ka përcaktuar aty, Ka përcaktuar si tarë jo ma rregullore. Besoj çdo antar i Këshillit Bashkiak ka ka ligjin e veçërisë vendore dhe rregullore ligji dhe rregullore, nuk ky kodi procedurore administrative, sepse ka me qindra praktika administrative. Atëherë ne do të bëjmë një ditë, pra. Puna. Asteni.